Sofra e Shqipes 2017. Eventi më madhështor në prag të festave të nëntorit. Pas suksesit që kjo sofër arriti për 4 vite me radhë, duke patur fillimet e saj në Shkodër, në djepin e artit dhe kulturës shqiptare, vazhdoi në Ulqin, Prizren, New York, hap krahët e saj drejt tokës helene, në kryeqytetin e saj në Athinë, me 26 nëntor 2016, ora 22:00, në Grand Cavallari. Sofra e Shqipes 2017, organizuar nga firma Shkëlzen Delia, organizatori më i suksesshëm i spektakleve në Athinë, në bashkëpunim me televizionin Blue Sky. Për të gjithë ju bashkëdhetar nga Shqipëria dhe diaspora, do jetë një natë e paharruar, me një program të pasur, me artistët me mëzë nga të gjithë trevat shqiptare: Shkodra, Bujar Qamili, mjeshtër i madh. Përshëndetje të dashur mysafirë dhe mirë se vini me datën 26 nëntor në koncertin e madh festiv Sofra e Shqipes, që organizohet nga televizioni Blue Sky dhe zoti Shkëlzen Delia. Pra, mirë se vini në shtetin helen në Athinë, data 26 nëntor. Labria, Mariola Kaçani. Tirana, Artiola Tosca. Vlora, Rovena Ibrahimi. Kudo që jeni nga Vlora dhe nga sheshi Flamurit. Jo pa qëllim kam zgjedhur këtë shesh për t'ju përshëndetur, pasi përfaqësoj Vlorën në Sofrën e Shqipes, që do të mbahet kësaj radhe në Athinë. Faleminderit televizionit Blue Sky për këtë organizim kaq të bukur, siç ai ditë bëj gjithmonë. Faleminderit zotit Shkëlzen Delia për ftesën, edhe uroj që të jemi sa më të shumtë në numër, në mënyrë që të festojmë, të këndojmë ashtu siç dimë ne, vetëm shqip. Korça, Alban Plovishti. Buka, Përparim Guri, Elizabeta Marku. Tani duhet flas nga Athina. Është sapo madhështore me datën 26 nëntor do organizohet Sofra e Shqipes në bashkëpunim me TV Blue Sky dhe Shkëlzen Delia. Kam dhënë dhe kënaqësinë që do takohemi me datën 26 nëntor. Prishtina, Naim Abazi. Përshëndetje nga Prishtina, me datën 26 nëntor na prisni në Athinë në Sofrën Shqipe. Faleminderit Blue Sky. Mihrie Braha. Përshëndetje nga Prishtina, unë jam Mihrie Braha. Në 26 nëntor në Athinë, Sofra Shqipe, na pritni atje. Do shihemi urimet e festa 28 nëntorit. Faleminderit Blue Sky. Ulqini, Egzona dhe Gëzim Salaj. Tuzi, Lindon Camaj. Nga unë Lindon Camaj nga Tuzi i Malësis. Dëshiroj të përshëndes të gjithë shqiptarët kudo anë mban botës kudo që janë. Du të falenderoj edhe televizion Blue Sky për organizimin e mrekullueshëm gjithherë që ditë të bashkojë shqiptarët. Dhe tani kësaj radhe përsëri jemi të bashkuar gjithë këngëtarët nga gjitha troje shqiptare, jemi të bashkuar në Sofrën e Shqipes në Athinë. Shkupi, Miranda Hashani. Miq të dashur, adhurues të këngës së bukur shqipe. Kam kënaqësinë që në Sofrën e Shqipes në Athinë unë do të përfaqësoj Shkupin. Gjithmonë falënderim Radio Televizionin Blue Sky, i cili nëpërmjet këngës bashkon të gjitha trojet shqiptare. Shpresoj që atë natë të jemi në numër sa më të madh që kalojmë sa më bukur. Sofra e Shqipes 2017, organizuar nga firma Shkëlzen Delia, në bashkëpunim me televizionin Blue Sky. Bileta kushton 50 euro për person, ku përfshihen ushqimi dhe pijet pa limit. Sponsor general, firma Exalco, Velari Elizabeta Shkodër, si dhe zonja Myzafera Alia, menaxher e arti në New York. Për rezervime mund të kontaktoni në numrin e poshënuar me zotin Shkëlzen Delia, pranë studio Brahush Alërus, si dhe tek agjencia Ana Tours Interlines. Ju mirëpresim.